Keni fryrje barku, pini një gotë nga ky çaj dhe do I thoni lam të mirë. Ditët kur ndiheni të fryrë dhe sidomos në zonën e barkut me siguri I kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjendje që trupi e zhvillon her pas here dhe që mund t'ju pengojë në aktivitetet e përditshme. Mirë, po në këtë rast do t'ju vijë në ndihmë çaji I xhinxherit. Ai është I mrekullueshëm për të eliminuar fryrjen. Studimet kanë treguar se ky lloj çaji ndihmon në bllokimin e enzimave dhe gjeneve që I shkaktojnë trupit inflamacion. Çaji I xhinxherit është gjithashtu I njohur për qetësimin e problemeve të ndryshme shëndetësore. Çaji I xhinxherit është I shkëlqyer për t'ju shtuar dietës, sidomos nëse fryrjet e barkut I ke kronike. Nëse shija e xhinxherit të duket pak e fortë, shto disa pika limoni për ta bërë shijen pak më të butë. Një filxhan çaji xhinxheri në ditë pas pak kohësh do ta eliminojë fryrjen krejtësisht.